Pakot e para arritën. E origjina e tyre është qendra e mbretit Selman për bamirësi dhe ndihmë humanitare në Arabinë Saudite. Përmes shoqatës Bereqeti në Kosovë, këto pako do të shkojnë në shtëpitë e familjeve në nevojë. Këta të fundit arritën në kohë tek xhamia Lagjës Arbëria në Prishtinë. Në orën 10 filloi edhe shpërndarja e pakove ushqimore në prag të muajit Ramazan. Falendërues për ndihmën saudite u shpreh muftiu i Kosovës, Naim Ternava. Tash 26 vjet në vazhdimsi këto ndihma kanë vazhduar dhe për këtë ne ju jemi falendërues nga zemra se vërtet ka qenë një ndihmë e madhe jo vetëm në ushqim dhe veshmbathje, por ka qenë një ndihmë e vazhdueshme edhe në ndërtimin dhe rindërtimin e objekteve të shkatruara gjatë luftës. E prezent këtu ishin edhe donatorët. Ambasadori i Arabisë Saudite tha se ndihmat e tilla i bashkojnë popujt. Këto pako ushqimore që vijnë vet për vet nga Arabia Saudite nuk janë ndonjë ndihmë e madhe, por është një tregues për mbështetjen që ka Arabia Saudite dhe bashkëpunim të mirë që ndodh ndërmjet Arabisë Saudite dhe Bashkësisë Islame. Falendëruese për këto pako ushqimore u shpreh edhe drejtoresha për punë sociale në Prishtinë, Adelina Sahiti. Shoqata Bereqeti, bashkë me donatorët e saj, në këtë rast Arabinë Saudite dhe qendrën humanitare të mbretit Selman, kanë qenë ata që po na e bashkohen për të na nisur mbar e mirë muajin e bekuar dhe çej të Ramazanit. S'ka më mirë se të pranojmë dhurata, e mbi gjitha s'ka më mirë se të japësh dhurata. Por jo vetëm në Prishtinë, pakut ushqimore pritet të dhurohen edhe në qytetet e tjera të Kosovës. Do të shpërndajmë mbi 8.000 pako për 8.000 familje nivel vendi. Ky është viti 4 që na mbështet kjo qendër me pako ushqimore prag muajit madhëshëm të Ramazanit, për shkak se kjo qendër neve na mbështet edhe me 700 jetim të cilët ju jap ka 50 euro çdo muaj. Gjatë këtij eventi, Komuna e Prishtinës ndahu mirënjohje për ambasadorin e Arabisë Saudite dhe kryemjoftiut Naim Ternava për kontributin e dhënë. Faleminderit shumë.